Bukuritë natyrore të rajonit të Lezhës u hollën në Telajo përmes panelit të 23 piktorëve më të mirë nga trevat shqiptare. Ata qëndruan në këtë zonë për 5 ditë me radhë duke realizuar rreth 60 punime të ndryshme, pjesa më e madhe e tyre peizazhe. Art Koloni Lisus vjen për të tretin vit radhazi në Lezhë, pasi ky rajon mbetet një frymëzim për artistët e artit figurativ dhe piktura është mënyra më e mirë për të prezantuar këtë zonë me resurse të jashtëzakonshme. Thjesht mendimi që do marrësh pjesë në një ballafaqim ku janë pranishëm shumë piktor, shumë artist, dhe aq më tepër në një vend ku interesi është për peizazhin, mezi pritet domethënë që ta ndjesh frymëzimin direkt, duke qenë në peizazh, edhe pse nuk na mbajti koha, po siç e thash dhe më parë, ideja që jemi në një vend të tillë, kështu na duk sikur na dha mundësinë të bëjmë diçka. Çfarë realizove ti? Një peizazh. Lezhë kam qenë shumë herë, na kena afër edhe nga Kosova Lezhë, ne kena vend preferum. Po në koloni në Lezhë ka qenë hera parë, për në koloni. Dhe u ndava shumë i kënaqur, pritja ishte jashtëzakonisht e mirë. Isha piktori më i ri në këtë koloni dhe nga Kosova. Nga Kosova ishim 3 artista. Ja kaluam shumë bukur, Lezhë ka bukuri të mahnitshme, frymëzimin e patëm të mjaftueshëm dhe po ta fatim me qenë afër artistave, ndër artista më të mëdhenj që janë në trojet shqiptare. Pra. Këto kolonit kanë më shumë karakter, kanë peizazhin. Unë pikturova peizazhe, pikturova 2 peizazhe, këtu afër. Që frymëzimin aty edhe. Punimet e 23 piktorëve u prezantuan përmes një ekspozite të hapur në Shëngjin, ndërsa ky organizim, i cili është kthyer në traditë të përvitshme, vjen me iniciativën e piktorit lezhjan Pashk Përvathi, me qëllim promovimin e këtij rajoni me potencial të jashtëzakonshëm turistik.